ملت ایران مبادرت به جنگ نمی کند، اما اگر کسی او را تهدید کند ایران عزیز پاسخهای درخور و تعیین کننده و تمام کننده خواهد داد. انصارالله به عنوان نماینده یمنی ها تصمیمات راهبردی و عملیاتیش را خودش اتخاذ می کند. Ky që sa po pat në sinkron quhet komandant Hussein Salami. Është komandant i Gardës Revolucionare të Tiranit. Të thoni ju çfarë lidhje ka komandanti i Gardës Revolucionare të Tiranit me sulmet që Donald Trump ka dhënë urdhër dhe i ka drejtuar dhe i ka komanduar vetë. Ne kemi një pamje, nuk e di, kemi një pamje të Trumpit që është vetë në sallën e komandimit, do ta kemi një që është me kapelet kuqe. Dhe sepse në fakt ky është Donald Trump i cili drejton vetë, ka postuar vetë në Truth të pamje duke drejtuar operacionet e bombardimit të nisur nga aeroplan mbajtja Truman. Po në rregull, mund shohë dhe aeroplan mbajtje me këtë rast, dhe pra është prekur drejt për drejt interesi iranian, është kërcënuar dhe Irani, pasi që forcat Houthi, të thoni jo për që është ky Houthi? Houthi është një mbiemër i një klani shumë të famshëm, sepse janë i cili ka krijuar të forcën revolucionare të filo-iraniane në Yemen. Pra nuk është një emër, një nickname apo një shpike, është një mbiemër i një klani shumë fuqishëm që ka vendosur të krijojë dhe ka krijuar një organizatë ushtarake të jashtëzakonshme që bombardon dhe godet anijet që kalojnë gjijin persik. Okej. Pra për të folur për këtë gjë kemi të njëjtin panel që kishim dhe në pjesën e parë, por shtohet bashkë me ne Misha Pumo. Mirëmbrëma Misha. Mirëmbrëma. Atëherë, nuk të shoh, por të dëgjoj. Okej. Misha, di që në këtë për shkallëzimin e marrëdhënieve dhe bombardimeve në Yemen dhe në luftën kundër Houthit, në acarimin e Iranit, në replikat me Gardën Revolucionare të Iranit, Rusia ka mbajtur disa pozicione. Do jenë tonë ndoshta tema të nxehta përveç Ukraina edhe në bisedën e nesërme midis Donald Trump dhe Vladimir Vladimirovich Putinit? Qa thuhet? Mendoj që këto zhvillime në lindjen e afërme, pra me sulmet e amerikane ndaj fisëve Houthi në Yemenin e Jugut, mos gaboj, janë një vazhdim i asaj politike që Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me Britaninë e Madhe, gjeopolitike këto ndërhyrje, kanë vendosur të zgjidhin problemin e Yemenit, pra e anive që kërcënohen atje, sidomos atyre izraelite. Mirë po, ka një farë ndryshimi në qasjen Rusje në këto domethënë aksione. Në qoftë se më përpara Rusia në mënyrë të zjarrt dhe aty kemi dhe hartën ku janë zonat që janë goditur. Po, vazhdo. Po, më fal. Edhe pra, domethënë Rusia ka protestuar me forcë kur më përpara domethënë amerikanët bombardonin Yemenin, domethënë Houthi, dhe kjo gjë domethënë tashti ka ndryshuar disi, domethënë jo se Rusia është e kënaqur nga këto bombardime, pasi në bisedimet me Mark Rubio, Sergej Lavrov deklaroi që duhet të ndalohet dhuna, por nuk bëri deklaratat, le të themi, të forta, dhe kjo ka ngjasa pasi vetë sekretari i Shtetit Rubio e informoi palën ruse për sulmin amerikan, gjë që nuk ka ndodhur më përpara asnjëherë. Nga njëra anë, domethënë tregon një diplomaci, një si thuaç një avans që i jepet Rusisë duke informuar në këtë drejtim, nga ana tjetër, ndoshta dhe për ta paralajmëruar, për të mos u futur, për mos ndihmuar Iranin, sepse Houthi janë një forcë proksi iraniane,
pra dhe nuk fshihej, gjithmonë dihet që është kështu dhe ky sulm konsiderohet edhe këtu në Rusi kanë të qartë që ky sulm konsiderohet si një palajmërim i fundit ndaj Iranit. Qartë. Atyri, Goxhaj, që do të thotë palajmërimi i fundit ndaj Iranit? Unë jam dakord me këtë formulim që bëri Pumo. Ti si e gjykon? Edhe pas sulmit në Yemen, Donald Trumpi tha që... Po? Edhe pas sulmit në Yemen, Donald Trumpi pasi kundër reaguan forcat Huthi, kundër forcave amerikane në det, me raketa, presidenti amerikan bërë një deklarat tjetër kur tha që çdo lloj raketë që do të shohet tashmë nga Huthi do të mbahet përgjegjës Irani. Pra, Trumpi po shkon nga ajo deklarata e para zgjedhjeve kur tha që premtoi që nuk do kemi asnjë luftë të re, pra e harroi atë që tha tashmë po shkon në një luftë të re, pra po gjën një sebeb, një arsye për të sulmuar Iranin, do sulmoj vetëm apo do sulmoj bashkë me Izraelin, këtë nuk e di. Por një sulm të ngjashëm mund ndodhi ndaj Iranit, por jo në kapacitet, pra nuk është në gjendjet aktualisht që të bëjë një luftë, të hyjë në një luftë masive me Iranin, për arsye se nuk ka forcat atilla ushtarake në atë zonë për të vazhduar një luftë gjatë, por një goditje të tillë mund të ndërmarrë ndaj Iranit. Okej. Sada? Unë mendoj që goditja e Huthit ka dy objektiva kryesore. E para për ta çliruar linjën e trafikut të tar të detit të Kuq, një gangren tashmë që ka cënuar sigurinë e transportit të gjitha vendeve të cilat operojnë në ato linja dhe ka shtuar shpenzimet e tjera një anë, kurse kryesorja, mendoj nga këto, është pjesa e programit të Trumpit pas asaj letre që i dërgoi për ta detyruar Iranin që të ulet në tavolinën e bisedimeve për sa i përket marrëveshjes bërthamore. Pra, ai po ta keni parasysh kur dha intervistën në momentin që shkroi letrën, ai tha, shiko se do ketë një diçka këto, do ta merrni vesh. Ka qenë një paralajmërim i tillë. Paralajmërimi ka qenë, domethënë sepse në atë kohë nuk e parashikoshëm që mund të ishte kjo, pas ka qenë për goditjen e Huthit. Dhe Huthi ka filluar goditja dhe ajo goditje do vazhdoi bëhet fjalë të vazhdoi me javë. Pra, përfundimisht edhe ajo metastazë e shërbimit. Akoma nuk e ka arritur pikun e vet. Nuk e ka arritur. Por tani kemi një deklaratë të gardës revolucionare iraniane. Po, garda revolucionare iraniane... Irani thot, ja se ka një përfim sintetik. Irani nuk do të bëj luftë, por nëse dikush kërcënon, Irani do të japë përgjigjet e duhura, vendimtare dhe përfundimtare. Ansar Allah Houthi, përfaqësuesi i Yemenit, i merr vetë vendimet strategjike dhe operacionale në mënyrë të pavarur. Pra, domethënë, ka një lloj distancimi. Bërë një distancim. Bërë një farë distancimi, por komandanti gardës iraniane ka kuptuar qartë dhe leadershipi iraniane ka kuptuar qartë që këtu mesazhi është për Iranin, nuk është për Huthin. Huthi do goditej dhe ishte goditja domethënë kama apo nga 3 kam të stolit që kishte sidomos Irani që ndikonte në rajon, njëra nga këto ishte Huthi, e cila më përpara nuk u godit ose godit shumë pak edhe nga Izraeli edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në kohën e Trumpit. Pra, në këtë rast synimi është që të ulet të detyrohet, pra me metodat e Trumpit, të detyrohet. Nuk është sipas gjykimit tënd ajo që tha Goxha që është, po themi, parafjala apo hapi parë përpara një konflikti total dhe radikal me Iranin. Absolutisht që është. Nuk po dal kundër asaj. Do ndërhyj Putinin se nesër flasin gjatë. Përsëri po jep mesazh që ai e tha Trumpi që ose do ulbi ose do përdoret forca ushtarake. Që ku shkoj. Kjo pastaj mund të lidhet me këtë që thatë ju për nesër kur do flasin ata mund të shpresohet shumë nga ndërmjetësimi i Putinit për ta ulur Iranin në tavolinën e bisedimeve. Mendoj që do jetë videokonferencë, nuk flasin me telefon apo. Sepse Putini do të ka dhe hartat aty. Do ta shpërblej Trumpin për ato territori që do marrin në Ukrainë. Dhe një nga ato shpërblime mund të jetë një marrëveshje bërthamore me Iranin. Pra mund të jetë një shpërblim që Putini më të japi Trumpit është që të realizoj marrëveshje bërthamore, pra të blokoj pasurimin e uranit nga ana e Iranit për të krijuar bombën atomike. Kemi gjë të kur është bërë marrëveshja në janar midis Rusisë dhe Iranit. Pika 5 e saj marrëveshje përcakton qartësisht që
Rusia merr përsipër programin bërthamor të Iranit për arsye paqësore dhe bile ka ndërmarrë edhe përsipër të ndërtojë edhe dy Amerika dhe Izraeli thonë që nuk është për qëllime paqësore. Është për bombën atomike. Futja e Rusisë në këtë program, që e merr përsipër këtë program, e bën paqësor. Ky është qëllimi i kësaj. Pavarësisht se shtot Izraeli. Shiko, mund të ishte qëllimi edhe për ta ndihmuar në prodhimin e bombës atomike. Po jo, se nuk kanë se për ta ndihmuar ja jep gatshme, sot janë aleat me Trumpin, nuk janë më këndvështar. Për t'ia dhënë ja jep gatshme s'ka problem, se gjithë ato armatim që ka dhënë mendon me vërtet që Rusia dhe Amerika janë aleat? Se do ishte pak... Në veprime, shiko... Ato thjesht janë duke negociuar për interesa reciproke, po aleat është pak fjallë madhe. Shiko, aleat në veprime, nëse kënaqen të dy palët për një qëllim të caktuar, për një shërbime që i bën njëri tjetër, çka ka këtu? Koncepti, unë nuk thash janë aleat në vlerat e demokracisë. Nuk janë aleat në vlera, është gjë tjetër. Ktu po bëjmë fjalë që të kënaqen të dy palët, dhe të dy palët kënaqen në këtë mënyrë, sepse mënyra e negocimit të Trumpit është e tillë. Po Irani është një vend kaq për tu nënvlerësuar në atë që vendos Amerika me Rusinë për fatin e Iranit, se unë nuk e shoh kështu. Nuk diskutohet fati i Iranit këtu. Po jo, në një lloj mënyre po, sepse tek flasim për projektet bërthamore. Tu diskutohet puna projektit bërthamor. Ka dhe një detaj tjetër që ka një marrëveshje të nënshkruar pak kohë më parë midis Putinit dhe Iranit për mbështetje ushtarake dy palë. Piles para 5 ditësh, Irani ka nënshkruar një marrëveshje ushtarake strategjike me Bielorusinë. Tjetër. Po, para 5 ditësh, me datë 12. Po, është aleat në kuptimin e mirëfillt fjalës me Rusin. Irani ka marrë masat, tani këto aleancat dy palë që Kysafi vlejnë në qoftë se po themi Trumpi sulmon në formës e tjetë Iranin? Shko, aleancat nuk janë për ndim të ndësijat ushtarake. Janë ndim, nuk janë në rast sulmi nga njëri tjetër. Nuk është aleancë mbrojtje. Nuk është aleancë mbrojtje në strategjik ushtarak. Unë mendoj që Amerikanët dhe Izraelitët për momentin janë duke u përpjekur të gjenë një arsye për të goditur, një justifikim për të goditur Iranin, ose për ta ulur Iranin në një mënyrë ose në tjetër në tavolinë. Ajo që unë shoh është që Izraeli, që ka një ndikim gjigant në këtë administrat, këtë radhë ka ndryshuar narrativën dhe nuk negocion më për ta kthyer programin bërthamor në paqësor, kërkon zhdukjen me çdo kusht të programit bërthamor iranian. Qoftë në tavolinë, qoftë me luftë drejt për drejt ndaj Iranit. Dhe unë kam përshtypjen që nëse amerikanët ose izraelitët ose veç e veç ose dy bashk godasin Iranin, nuk ka për të patur në një luftë të madhe në lindjen e mesme, sepse përshtypja ime është që Irani nuk ka fuqinë të bëjë luftë as me Izraelin dhe as me Shtetet e Bashkuara. Do bëj atë që bëri kur vra Qasem Sulejmani, do bëri atë që bëri para disa muajsh kur goditi me disa raketa Izraelin, por nuk ka për të pasur në një luftë më të madhe sa ka për momentin. Dhe si do ishte lufta që do bënte Irani në kundërpërgjigje, thjesht kështu do lëshon disa raketa ndaj objektivat saktuar amerikanë e izraelite dhe do ndosë asgjë. Do godasit gjitha bazat ushtarake amerikane në rajon, cilën e ka kapacitetin të godasi, por luftë konvencionale midis trupave nuk mund të ndodhë, as midis Iranit dhe Izraelit, as midis Iranit dhe Shqipërisë Amerikës. Janë larg, janë. Dakord, por ama mund të aktivizojë edhe mund të destabilizimin, mund të krijojë edhe brenda. Kemi një problem. Në rast se në këtë goditje ndaj Iranit, në rast se këtë goditje ndaj Iranit, Shtetet Bashkuara të Amerikës do kenë leje të përdorin hapësirën ajrore saudite, iranianët do godasin edhe Saudin. Në rast se sauditët, kësaj radhe sauditët nuk dhanë leje për përdorin hapësirës ajrore tyre, pra në rast se ata do vazhdojnë të qëndrojnë kështu, nuk kemi përhapje të këtij konflikti. Në rast se do ndodhi e kundërt, atëherë do të kemi përhapje të këtij konflikti. Por destabilizim akte terroriste brenda Amerikës mund të kemi? Jo, nuk do të kemi. Se ka këtë fuqi Irani. Jo, nuk e ka këtë fuqi aktualisht. Dhe ka ishur dorë për tyre me kohë. Besoj se Trumpi në këtë pikë po bën atë që ka premtu. Po godet një organizat kriminale që cënon interesat ekonomike amerikane. Terroriste, e klasifikuar. Bideni në nëntor të 2023-shit, kur grupi Houthi kishte filluar që të blokonte anijet në detin e Kuq, nuk pati një operacion të fort kundër tyre. Dhe Trumpi e nërmerr këtë aksion. Dhe me këtë aksion, Trumpi po godet 2-3 diapazone. Në radhë të parë don që tulin Iranin në tavolin, në radhë të dytë po hap atë pengesë që ka pas për normalizimin e tregtisë në detin e Kuq, dhe unë besoj,
pavarësisht se situata duket e vështirë, se nuk do të ketë luftë, pasi sikur e pame edhe për letrën, aty u shpreh që në fillim që për ndërmjetësimin e situatës për t'i ulë në tavolinë për me arrit marrëveshjen për uraniumin dhe marrëveshjen bërthamore, është Rusia, pasi Rusia ka aleancë strategjike ushtarake me Iranin dhe besoj se Rusia është i vetmi ndërmjetësues të cilit Irani i beson. Dhe në këtë... Pra, ndodhi si ndodhi, zoti Pollumbi, miku jon, po themi pa ironi, Donald Trumpi, pra kemi dëshiruar që ai të vinë në Bardh, një pjesë e madhe shqiptare, e ngriti nivelin e dialogut të presidentit rus si nivel bilateral, pas në nivel superfuqia, në zgjidhjen apo në shqyrtimin e gjithë krizave më nevralgjike në rajonet të ndryshme. Atë që ndronte Putini. Atë që ndronte Putini. Pra, nëse Bideni, pavarësisht moshës, që ndonjëherë i merreshin këmbët në aeroplan etj. Kishte, si thuaç, kompleksin e superioritetit të superfuqisë absolute. Trumpi, pavarësisht retorikës dhe madhështisë si ka etj. Gestikulacionet, duke u bërë dialoguesi kryesor i Moskës, e relativizon forcën e Amerikës. Apo Make America Great Again. Do me thënë, Putini u bëj fort që kur liberalët e futën në luft Ukrainën me Putinin, dhe ata nuk mujten me nalu forcën e Putinit, si që menon ata që me bë Putinin të dështonte në Ukrainë. Ata la një luft ku po vriten njerëzit, ku po shkaktohen pasojat mëdha ekonomike, jo vetëm në Amerikë për në gjithë liberalët e krijuan të luftën. Luftën liberalët e krijuan se në pushtet ishte Bideni, ai Shumi e tjerë, që sa ardhen ata në pushtet. Rënjët e luftës shkojnë shumë thella, ma nuk dakord që shkojnë, por ishin në periudhën e tyre. Dhe tani mos harrojmë edhe se historia përsëritet. Edhe Reagani u ul me Gorbachovin dhe marrun luftën e ftohtë. Pra kur një superfuqi bërthamore. Rastësi që ato ditë që mbetën në Ukraina si të shket pa sy, pa satelit, pa Starlink, pa furnizime, ato ditë ju bëj gjëma në Kursk. Kjo është mënyra. Jo, nuk është mënyra kjo. Por tani jemi në një realitet. Dorëzo armë ti se s'ja parë mune dhe më pasë. Jemi në një realitet ku aty Putinin nuk mujten me thy dhe nuk u parashiku si që menon administrata Bideni. Dhe jemi në një luftë, dhe lufta duhet marru me negociata. Edhe nëse Putini dhe Rusia janë të dobët, duhet me ullë në negociata. Mos harrojmë se Amerika në Dayton u ullë me Miloševićin. Pra do me thanë, kur një palë është e përfshime në luftë, jetë të rrugë në marrëveshje. Amerika uli palë në Dayton, nuk uli bisedoj me ta. Uli palë në luftuse. Po bisedoj me gjitha, po këtë gjë po bëtë palën kundërshtar, Zelenski s'ullet, nuk e japin. Do t'ullet dhe Zelenski. S'ulli fare Zelenski thonë. Jo, më falë. Asnjëta nuk ishte prezent në tavolinë. Jo, më falë. Asnjëta nuk ishte prezent në bisedime. Nese në finale do ullet, se s'ka kuptim ajo. Tani mos të keq që të interpretojnë mediat. Thjesht do të vër firmën. Jo, se pranon, nuk e pranon në mënyrë absolute jo. Sepse Zelenski takoi princin e Arabisë Saudite, që është duke në vendi ku po zhvillohen negociatat. Pra dhe Zelenski do t'ullet, sepse ka dhe ndërhyrjen nga Britania e tjerë. Normalisht... Më dole në një shtek, Pollumbi, që më intereson shumë. E di pse, sepse tani kjo marrëdhënie e re, dhe nuk është se e themi unë dhe ti, a? A realitet. Kjo marrëdhënie e re midis Donald Trumpit dhe Putinit, është një marrëdhënie e re dhe midis CIA-s dhe si që është shërbimi sekret rus? FSB. Së shmo KGB-ja? Jo, ishte kompani. Pra, shërbimi CIA dhe FSB-ja janë dy shërbime mike, tashmë, pyetje. Ose Pentagoni dhe ushtria ruse janë dy ushtria. Jo, sepse, e di pse e them të, sepse tani ka një qërintim është ky me pak fjalë. Ore tani, dhe i dje, nga mjesit e ndarkë, thuaj fite për luftën hibride, cila Rusia bënte
kundër NATO-s, Spionazh, kundër vëndeve. Para 2 javësh, në fakt, para 2 javësh, një agjensi e mbrojtjes kibernetike në Shtetet Bashkuara ka hequr Rusinë si kërcënim kibernetik. E ka hequr Rusinë. Atë do ta heqim ne. Kërcënim kibernetik në Shtetet Do Bashkuara. ta heqë dhe Shqipëria. Shqipëria nuk varet si ndryshon politika, po. Kjo mos se kjo është, këto më them, pa do të thënë, ora se njerëzit janë çoroditur, fjala vjen, nëse do ti Kemi një ndryshim. Deri para ardhjes Trumpit, Amerika e quante armik i poshtë, Rusin. Pas ardhjes Trumpit tash është i dashur armik. Armistic, pra do me thënë, Tash as jemi i armik, dashur armik. gjithmonë armik. Armik, po tash është i dashur. Po mirë, po gjërat që janë pesu për shembull në Shqipëri andaj këtej për luftën hibride ato Ja i zgjedhin ata Ne pak më vonë. I zgjedhin ata Ka Një statistik është EAS, që është task forca, e Forca e Europës Lindore në luftën hibride. Vjet ka nxjerrë një të dhënë, statistik janë 237 raste që kanë ndodhur në rajon dhe në Europë për luftën në Ukrainë. Pra këto janë vetëm linqe ruse, të cilat kanë disinformuar me informacionet në lidhje me luftën në Ukrainë. Nuk mendoj që Shqipëria do ta heqë, sepse në Shqipëri ne jemi para zgjedhjeve dhe më shumë Jo, Ne si ta heqim, si mos ta heqim. Kemi detyrime algoritmi kuptimor i gjërave, pra domthon si duhet të sillen tani lufta hibride, në fakt, zhej, shqipive sekrete shqiptare, si duhet sillen? Thjesht duhet me pa marrëdhënie biznesi, jo politike dhe geopolitike. Atë që kanë bërë gjithmonë, mos bëjnë asgjë. Trumpi pe shef në alternativa biznesi dhe ne po e interpretohet si kur po e bën mik Rusin, si kur Trumpi po nënshtrohet prej Rusisë, nuk është asgjë e vërtet. Kjo është propagandë që din të bëjnë mirë të majtët e dështuar dhe liberalet. Asgjë më shumë. Ne shohim faktet, se të heqësh Rusinë si kërcënim kibernetik Shtetet Bashkuara, kjo nuk është gjë e vogël. Mirë, dakord se Rusia është e rrezikshme, po ne po flasim. Se Rusia edhe pasi e kanë hequr do vazhdojnë të sulmojnë kibernetik Shtetet Bashkuara. Është zyrtare. Po do të jetë pa themat e marrëveshjes. Jo, vazhdojnë të sekretari Po vazhdo. E kisha për të marrëveshjet, për të faktin që Irani i beson Ore Rusisë. tani problemi është kështu se unë kam kaj vjetë që bëj emision dhe në paradigma e emisionit është që në 24 shkurt, 2022, trupat ruse filluan një operacion special, thoshte Vladimirovici, kundër Ukrainës. Operacion special, pastrimi, denazifikimi i Ukrainës. Kështu thoshte. Ndërkohë që perëndimi i djeshëm, jo i sotshëm, me në Kryeqytetin e Bashkimit të Amerikës, thonë që ky është një agresion ndaj një vendi sovran. Tani agresion ishte apo denazifikim operacion? Sa mos duhet të themi që para disa ditësh për shembull ishte komunikata e Gështatës, në cilën nuk u miratua sepse 6 vendet e tjera do të vendosin Rusinë si agresor. Shtetet Bashkuara nuk e pranuan. Pra që thotë që emërtimi ka ndryshuar. Dhe për momentin është pa emërtim. Po themi emërtimi, po do të thonë Për momentin ka ngelur pa emërtim. Tëm ata e deklaruan në pra, do më thonë, që Rusia tha nuk provokuar. që ta bëjnë Anduena, nëse kapim një agent rus në veprim në Shqipëri, I kemi kapur. e kemi kapur. Tani ne do ta çojmë atë. Si? I kemi lënë detyrim paraqitje. Çfarë do bëjmë? Në Gramsh. Po, e kapim në tani, atë do i kërkojmë falje. Po, Po lemi detyrim paraqitje. Po, prokuroria ka kërkuar një shtim të disa procedurave për veprime të tjera, por ndërkohë i ka lënë të lirë, i ka dhënë vetëm detyrim paraqitje. Pa që do të thotë që rrezikshmëria e këtij individi në atë që është misioni i vet, Është fundit kjo është amerikanët, pra. Këtë frymën e re. Janë mbas nesh me heqjen e frymën e re. sigurisë. Ne e dim shumë mirë që lufta hibride në koncept për ata që na dëgjojnë është implementimi, për shembull, ku diun 200 faqe web që informojnë, disinformojnë, kemi ngritjen e bizneseve, kemi kapjen e qarqeve politike, kemi ndikimin gjyqësor, aq më shumë që krijohet një pushtet i tërë, vetëm për ta bërë këtë luftë hibride sa më të besueshme. Pumo. Ose me edhe me ndryshimin e qeverive. Deri aty shkojmë. Misha, pra do më thënë, tha Zoti Pollumbi, ajo, e tha Goxhaj, nga armik i dashur armik. Tani, ore, po ndjehet kjo në Rusi, ndjehet kjo në Moskë?
Edhe në Rusi njëjta gjë është, janë shumë dakord me kolegët. Amerika po kthehet në një armik të dashur, për shumë një pjesë e vogël e vazhdojnë ta quajnë armik tamam sade, dhe ato kjo pjesë, do me thënë janë një pjesë të nacionalistësh që janë të pa ndrejshëm, si i thonë, ata janë dhe jashtë ndoshta kontrollit të Putinit, por që nuk kanë shumë besueshmëri dhe influencë në opinionin publik dhe në realitetin në Rusi. Prandaj është e vërtet që po bëhen shumë ndryshime të jashtëzakonshme dhe edhe këtu njerëzit janë të shtangur, nuk po marrin shumë vesh. E njëjti reakcion si dhe nga ju, do me thënë gjithçka po kthehet upside down, si i thonë. Prandaj, do me thënë edhe takimi, do me thënë telefonata e nesërme, pritet me shumë interes. Biles Trumpi edhe sot lëshoi një mesazh në rrjetin social të vet dhe ku foli përsëris për dallkaukun në Biden, që ai bëri të gjitha këto gjëra, që po të ishte ai president nuk do të ndodhte kjo gjë, do me thënë e përsëriti ato tezat e veta, pra ndoshta ky ka qenë një mesazh jo vetëm për elektoratin e vet, por edhe për presidentin Putin, që shiko sa i mirë jam unë edhe hajde na bënë një lëshim. E di qa më kujtova me këtë dallkaukun Biden, më kujtohet një barcalet që na i thonin që qarkullonte gjatë luftës fshtatë. Një rusë dhe një Amerikan me njëri tjetrin i thonë që ne jemi vendin më demokratik, thoshte Rusi. Jo, më demokratik me ne, thoshte Amerikani. Pa hajtë e provojmë, dhe thoshte Amerikani, ja unë shkoj për para shtëpisë bardhë dhe them, post presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe unë tha Rusi, shkoj tha në Kremlin dhe them, post presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tani, jemi në këtë frymë. Këtë barcalete ka thonë Reagan kur takoi Gorbachevin, masi u bë takimi në 87-ën dhe filluan të uleshin gjakra dhe atëherë si tani, se historia shpesh herë përsëritet, e ka thonë këtë shumë e bukur kjo. Okej. Tani, çështja është, mos folti Misha, do flasim ne këtu, por ku shkon tani mi Irane, si do vazhdoj prapë me Irane, po mu hap një dekzim. Tani ne kësavi, ne si Shqipëri, si Shqiptar, si antar të NATO-s, se Europa tani po del negative. Se Europa thot jo, ne duam të armatosemi. Macroni s'është dakord, kryeministri Gjerman s'është dakord, kryeministri Britanik nuk është dakord. Pra do më thënë, ne që do bëjmë, ne dorim, këto përcaktojmë aleatin tonë strategjik. Kam shtymin që tani jo vetëm Shqipëri. Washingtonin apo Brukselin? Apo të dy gjithsoj? Jo vetëm Shqipëri, po kam shtymin të Ballkanin janë gjithë në pritje. Pra askush nuk është duke lëvizur për momentin, nuk jep asnjë mendim se çfarë duke ndodhur dhe presin ndoshta të mbarojë lufta lufta në thojza mes Shtetit Bashkuar dhe Evropës. Por ne do që thellë po presin që të prishet Putini me Trumpin, që të kthehen gjërat siç ishin. Ne jemi rrugën e Bashkimit Evropian, kështu që nuk është se janë të konspiruar këta liberalët e këta të majtët për këtë gjë. Unë mendoj që Putin ka një farë ndikimi tek Trumpi dhe kam vënë re kur ka bërë një nga shkrimet e pare që bëri Trumpi në rrjetin e tij social, tha që Bashkimi Sovjetik ta ndihmoi Amerikën për të fituar luftën e dytë botërore. Pasi foli me Putinin, shkrimi i tij ishte që Amerika dhe Bashkimi Sovjetik fituan luftën e dytë botërore. Pra mund të ketë një ndikim, le të themi, tek mënyra si Trump mendon për shumë çështje në politikën e jashtme. Në të vërtetë, po dëgjoja të hapim pak të fajl, kam dëgjuar shumë historian të cilët bëjnë analizën e marrëdhënieve historike midis Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë nuk ka ndodhur kur asnjë luftë, përkundrazi, thuhet që në rastin e luftës ruso-japoneze që në 1905 që e humbën shumë keq rusët, Amerikanët do hynë për të mos... Roosevelti ndërmjetësojnë ato. Ndërmjetësojnë dhe frenoj rënien totale të carit perandorisë. Pastaj nuk e di kishin në luftën e Krimes, nuk e di se çfarë, do thënë... Po edhe rusët kanë marrë pjesë me trupa në luftën civile amerikane. Do thënë kundër anglezëve. Kundër anglezëve. Vetëm në Britanikët zbën nuk kanë një shtrat urrejtje historik.
Vetëm në luftën e ftohtë, në bas luftës dytë botërore, patën këtë ballafaqimin e superfuqive. Edhe ajo Siri ishte një garë armatimesh, po si ishte një ballafaqim, pra nuk patën në një përplasje. Pra nuk kam pas. Pra, se tu shtrati është i mirë. Përplasje ishte ideologjike, dhe ajo pasaj bëri përplasje s'kishte, thjesht un dam. Britaninë është komplet ndryshe. Me Britaninë është komplet ndryshe. Tani din pyetja, po këta zotërit tani dhe janë vjetër mosha, po gjithë kjo plejad edhe ushtarakësh, inxhinierësh e këto që kanë mbaruar studimet në mosë e tjetër, kanë shumë të tjerë që shkojnë e vinë. Pra të mëndë, do i shohim një sy, jo si një agent potencial i KGB-s apo i FSB-s, por si një urë lidhse, do të shara si ndryshon retorika tani. Urmisie. Si kemi pane, këta nuk i se kemi ne pane. kemi bërë dhe një kashillok ruse, ne javum atë rrugën Ukrajina më përpara ambasadës ruse, për t'i bërë kashillok. Tani mund t'a ndryshojmë atë. Kjo ishe në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara. Po, me Dalkaukun. Si mas zotë Trump. Si theme asnjëherë. E adhe unë asnjëse. Atë e bëri Erionin bashkëpunim me ambasadoren e fundit. Ja, dhe këtë Erionin, do më thënë, ishte Sorosiane. Jo. Ishte një këshillim Sorosiane. E bëri në Shtetjet Amerikës, duhet ta akuzojmë direkt. E bëri në Shtetjet Amerikës. Europa thot armatoseni, në fakt, Europa do të armatoset, po edhe Trumpi don që Europa të armatoset. Se kjo është faza parë e lojës. Si basë analizve që është nga i dashur armik kthehet. Trump do që Europa të ble armët amerikane aty. Do të ka interesat ekonomike vetë se ka borxhin jashtë të Trumpi ja u tha troç Evropës dhe Evropa po bëha që u tha Trumpi paguni për NATO-n, sepse Evropa nuk kishte paguar ato që kërkojnë më parë. Dhe Evropa pastaj tha do paguajmë, keqe. Por Evropa po shef edhe anën tjetër tashmë, nëse 40 vjet ka nejt në çadrën amerikane, tash do menoj për një strukturë të vetën të sigurisë, për një forcë sigurie në vete, një NATO europiane. U larguam fare nga Irani dhe duhet të rikthehemi, por mbas hapësirës publicitare.